إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit ton të prirë për të keqen nefsit ton. Atë që Allahu i lartësuar udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër për vesti nuk mund të çon në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër për vesti nuk mund të udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri." Pra, duke respektuar urdhrat e tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e tij dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj tij. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "Wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dhe ai që i bindet, i dorëzohet dhe i nështrohet Allahut të lartësuar dhe të dërguarit e tij, ai ka arritur një fitore madhështore. E sot besimtari si asnjëherë më parë e ka mundësinë t'i bindet Allahut të lartësuar dhe t'i nështrohet atij në urdhrat e tij. Dhe vjen muaji i Ramazanit që besimtari praktikisht ta zbakton këtë urdhër ndaj Allahut të lartësuar, që t'i bindet Allahut në agjërimin e tij, që t'i bindet dhe ta pasojë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në mënyrën e agjërimit të këtij muaji të bekuar. Nëse namazi zgjat për disa minuta, atëherë agjëruesi e gëzon një status të veçantë. Për orë të tëra rrin në gjendje të adhurimit. Dhe kjo është një gjendje fisnike me të cilën ti ja dëshmon Allahut të lartësuar se e don. Ja dëshmon Allahut të lartësuar se e don dhe i bindesh dhe shpreson në shpërblimin e tij dhe gjithashtu shpreson në faljen e tij. Vjen muaji i Ramazanit për ta përkujtuar neve se është e lehtë ti bindesh Allahut të lartësuar. Është i lehtë vetëm kërkohet që një hap ta bësh drejt Allahut të lartësuar dhe të lehtësohet bindja ndaj tij. Dhe këta e vrejnë qysh në ditën e parë, sa lehtë e ke agjëruar ditën e parë të Ramazanit, dhe tash ditën e dytë dhe kështu me radhë derisa ta përmbyll këtë muaj të bekuar dhe ti je në kulmin e devotshmërisë inshallah, duke u bindur Allahut dhe duke ruajtur agjërimin tënd që të mos e përlyesh me gjunahe apo me shkelje të tjera. Dhe kjo jo rastisht, nga se qysh në natën e parë ndodhin ato ndryshime të mëdha në kozmos. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Qad ja'akum shahru Ramadan." Ju ka ardhur juve një muaj i bekuar, muaji i Ramazanit, shahrun mubarak, plot bereqet. Iftarada Allahu aleikum siyama. Allah ju ka bë obligim agjërimin e tij. Yuftahu fihi abwabul janna. Në të hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit dhe prangosen shejtanet. Dhe qysh tani ti e ndjen një farë lehtësie që Allah i lartësuar është ka të kursen, është ka të mbron nga cytjet e shejtanit dhe me shumë komoditet i bindesh Allahut të lartësuar në agjërim të Ramazanit. Dhe madje tash në dimër nuk e ndjen as pak as lodhjen dhe as etjen dhe e sheh sa të ka begatu Allahu i lartësuar dhe në anën tjetër e sheh këtë privilegj dhe falenderon Allahun, po në anën tjetër ndjen një farë dëmshërie qysh të tjerët e privojnë veten e tyre nga kjo mirësi e madhe. Me pak orë agjërimi dhe shpërblime madhështore nuk janë në gjendje të durojnë për 12 orë etje dhe urije që t'i binden Allahut të lartësuar. Po i privuar është ai që e privon vetveten e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh në natën e parë të Ramazanit, thirr një thirrës dhe thot: "Ya baghi al-khair, aqbil." O ti synues i mirësisë, afroju mirësisë, afroju hajrit. Dhe thot një thirrës tjetër: "Wa ya baghi ash-shar, aqsir." O ti synues i së keqes, ndalu dhe zbrapsu. "Walillahi utaqa min an-nar, wa dhalika kull layla." E Allahu i lartësuar
ka rob që i liron nga zjarri i xhehenemit dhe kjo ndodh në çdo net prej netëve të Ramazanit. Pra qysh në 2 netët e para, vetëm se Allahu i lartësuar ka liruar rob nga zjarri i xhehenemit. Çfarë i bie që të liroj? I bie që Allahu i lartësuar t'i letoj shkaqet e mirësisë, veprave të mira dhe të mbrojë dhe të ruaj nga gjunahet e ligat të shëmtuara dhe të rënda në peshorën e veprave të këqija në ditën e gjykimit. Andaj besimtari e shet që qenë ka shumë vështirë që t'i bindesh Allahut të lartësuar. Vetëm kërkon një farë vendosmërie, ta posh njetin dhe ti drejtohesh Allahut të lartësuar dhe me lejen e Zotit, Zoti ka më ta lehtësu. Nga se Allahu i lartësuar është ai që ta ka obligu dhe Allahu është ai që të njeh më së miri dhe nuk të obligon Allahu i lartësuar me diçka që ti nuk mundesh mi përballu. Allahu i lartësuar kur ta ka bëu obligim agjërimin, kur ta ka bëu obligim namazin, zakatin e haxhin, është ai që të ka kriju dhe ai që i di gjërat më së miri, është ai që çdo gjë e vendos në vendin e vet, në mënyrë të duhur, në kohën e duhur, në mënyrë perfekte. Allahu i lartësuar i ka emrat më të bukur dhe cilësitë e tij janë më të larta. S'ka mangësi Allahu i lartësuar, është më absoluti. Andaj përgjigju Allahut të lartësuar ashtu siç i përgjigj në adhurim edhe në adhurime tjera. E në krye të këtyre adhurimeve është namazi. Ti bindesh Allahut të lartësuar. Wallahi, ai që e privon veten e tij që ta vendos ballin e tij në sejdë, e ka privu veten e tij. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, robi më së afërti ndodhet tek Allahu i lartësuar dhe ai është në sejdë. Pra kur ti e vendos ballin tënd në sejdë, për këtë Zot që e ka agjëran, e vazhdon këtë nënshtrim tënd ndaj Zotit dhe e vendos ballin në sejdë, dhe ato 5 herë në ditë. Je ka privon veten tënde nëse nuk i ka bindesh Allahut të lartësuar në namaz nga trokitjet në dyert e mëshirës. Çdo sejdë është trokitje. A nuk kiti dëshira dhe nevoja për jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër? A nuk kiti nevoja dhe dëshira dhe ëndra për familjen tënde? Andaj pse po privon veten? Nga se ai Zot që ta ka obliguar agjërimin është ai Zot që ta ka obliguar edhe namazin. Andaj bindju Allahut të lartësuar ashtu siç e ka i bindesh me agjërim. Dhe besimtari qysh në ditët e para të agjërimit e ndjen hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot: "Men sana Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeron Ramazanin me besim në Allah, jo që familja po agjeron apo shoqëria po agjeron, po agjeron se Allahu ta ka bërë obligim dhe shpreson shpërblimin tek Allahu i lartësuar në ditën e gjykimit, do të falen të gjitha gjunahet e kaluara. Besimtari e përjeton këtë hadith dhe e vren në çdo ditë të tij që është ka afrohet më afër Allahut të lartësuar dhe vjen ky muaj i mëshirës sikur një shi i begat, një shi i bereqetshëm që pas tij mbin toka, vjen si mëshirë në zemrën e besimtarit dhe e fton drejt mëshirës së Allahut të lartësuar që ti bindet, të heq dorë për gjunaheve, ti nënshtrohet Allahut të lartësuar dhe ti thot vetes: mjaft mo kam qenë i shkujdesshëm ndaj adhurimeve të Allahut, mjaft mo kam qenë partac, dembel në bindje ndaj Allahut të lartësuar në faljen e namazit. Ky muaj është muaj i pajtimit me Zotin, është muaj i mëshirës, muaj i kthimit tek Zoti, e kthimin më të lehtë ki, atë kur çohesh me hongër së vër, veç edhe 20 minuta ki me prit, edhe me fal namazin e sabahit. Dhe pastaj drekës, ikindis, akşamit, yatsis, 2-3 ditë e para të jenë pak vështirë dhe mësohesh. Dhe pastaj namazi bëhet gjëja, vepra më e dashur për ty. Pastaj besimtari në këtë muaj me faljet e taravive e kupton që nuk pas ka qenë shumë vështirë, subhanallahu më fal, natën edhe jashtë Ramazanit. Dhe e dëgjon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush falet natën, pa namazin e taravive gjatë tërë Ramazanit, me besim në Allah dhe shpreson në shpërblimin e tij, i falen të gjitha gjunahet e kaluara. Dhe besimtari është që disa rakate me i fal, mja kushtu Allahut të lartësuar 1 orë, duke qëndruar në këmbë dhe të trokasesh në dyert e tij dhe ta kërkosh furnizimin prej tij, kur depot e të gjitha furnizimeve janë në dorë të Allahut të lartësuar, nuk pas ka qenë shumë e vështirë. Mirë po, i privuar është ai që e privon vetveten e tij, ndërkohë që Allahu i lartësuar na fton që ti bindemi, na thirr që ta lutim. Madje Allahu i lartësuar zemrohet nëse na nuk e lutim, turprohet që duart tona t'i kthej të zbrazda. Andaj, pse o vllai dashur, e privon veten tënde nga lutjet e shumta që mund t'i bësh drejtuar Allahut të lartësuar në namaz të taravive, 20 rekate, me nga ty sejdë, 40 sejdë, 40 trokitje në derë të Allahut,
koncentrohesh me një dëshirë të vetme për gjatë të Ramazanit, vallahi është e pamundshme pa të përgjigjë Allahu. Gase Allahu i lartësuar është më bujari. Nuk mundesh ti me Zotin. Vallahi neve më na ardhi kur shtash në derë xhamis. E më turkit. S'po them 40 herë. 2 herë më turkit çohem ja çelim derën. E parmendo ti çdo net nga 40 herë më thon o Allah, furnizon me këta. O Allah, shëron për kësaj smuje. O Allah, jep më fëmijë. Të gjitha derët që ti i ki. Lutë Allahun e lartësuar, mos e privat vetveten tënde. Nga se tani dyrët e xhenetit janë hap, dyrët e xhenemit janë mbyll. Shtoja kësaj, shejtanet janë prangos. Kush o ka të privan për kësaj mirësie? Një thirrës o ka tir, afroju hajrit, afroju mirësisë, ndalu nga keqja. Vallahi, është kana pengon dhe privan vetëm dembelia jon dhe nefsi jon urdhërues për të keqe. Lëpe ndihmën e Allahut, mbështetu tek ai se vallahi Allahu nuk lën lloç. Allahu nuk lën lloç, nëse ti e ke për një ma dhe ki sinqerisht mi u kthy Allahut të lartësuar dhe mi kërku të mirat e dunjas dhe ahiretit. Thot dikush, jam mirë alhamdulillah, të gjitha begatit i ki. Apo mund të thon dikush, s'kam nevojë. Mirë, s'ki nevojë që to begati që i ki me të rujta. Këto begati që i ki, vazhdimshmëria e tyre, me të vazhduar këto begati, janë begatinë e veti. Pra që tash i ka shën, i e ka sheh, i kam dëgjon, apo mundesh me fol. Ki familje, ki kerr, ki shtëpi. Kjo të vazhdon edhe nesër, edhe pas nesër. Këto nuk janë një begati e kaluar, janë begati që janë katëri për trihen, kërkojnë falëndërim shtesë. Pra çdo begati që katëri për trihet është begati shtesë prej Allahut të lartësuar. Sa Allahu i lartësuar nuk na ka më bërç. Mirë, po është më bujari i cili na furnizon, është më i mëshirshëm që na begaton. Andaj a nuk meriton ky Zot kaq i mirë me këta gjitha këto begati që ne ka dhënë, që ta vazhdojmë qysh na ka mundsuar të agjerojmë, ta vazhdojmë rrugtimin të bindem Allahut të lartësuar edhe me namaz, edhe me adhurime të tjera, me dhënien e zakatit, me kryen e haxhit dhe kështu me radhë. Andaj gjithë secili prej nesh duhet të ndalet sa çaste me vetveten e tij dhe t'i kthehet Zotit e tij. Në këtë muaj, përveç që është besimtari që letë për që në kam ju bindë Allahut të lartësuar me agjerim, madje edhe fëmijët 7-8 vjeç që në ka agjerojnë. Elhamdulillah, letë që në ka dhe mi falë namazin, është besimtari këtë letësi për gjatë muajit të Ramazanit, është edhe një diçka tjetër. Kur fillon mi lexu fjalën e Zotit, e kupton sa etshëm pas ka qenë zemra e tij për mi lexu fjalën e Zotit. Nëse barku jon ndjen etje dhe uria nga mungesa ushqimit dhe pijes, zemra jon është e etshme për fjalën e Zotit. Nga se zemra nuk ngopet, ndryshe për vetëm shpalljen e Zotit. Ka nevojë për iman, ka nevojë që ta dëgjoj shpalljen e Allahut të lartësuar. E ne vllazën, në këtë muaj është muaji që këtë këto veçori ka marrë për shkak që fjala e Zotit ka zbritur në të. Shehru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit, muaji në të cilin ka zbritur Kurani. E qysh o vlla, ka mundësi me shku komplet Ramazani. Në ashta viti e mis me lexu fjalën e Zotit. Nëse në qëtë muaj se lexon fjalën e Zotit, kur kimi lexu? Merë o vlla, mos hafa sa të dush. S'kin në shpe edhe ta bi, tash mas gjumos, nisna edhe ta bi një, veç merë edhe lexoje. Në telefon e ki, nuk ka arsyetim, vetëm nale telefonin që të në airplane mode, hape Kuranin dhe filloje e lexoje fjalën e Zotit, që është ushqimi i shpirtit tënd, është ushqimi i zemrës tënde. Dhe e dini vllazën hadithin që agjërimi dhe Kurani janë të lidhur shumë me njëra tjetrën. Qysh janë të lidhura në këtë botë, janë të lidhura në botën tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal-Qur'anu yashfi'ani lil-'abd. Kurani dhe agjërimi do të ndërmjetësojnë për robin në ditën e gjykimit. Thot agjërimi, o Zot, në ditën e gjykimit, atëherë kur kena më së shumti nevojë për vepra të mira. Thot agjërimi, o Zot, e kom privu une nga ushqimi dhe pija dhe nga epshet. Me jep leje të ndërmjetësoj për to. Dhe Zoti jep leje. Dhe thot Kurani, o Zot, e kom privu nga gjumi i natës. Se dush me najt pak qut për me lexu Kur'an. Dush me aprish pak vetit disa qefe, disa naja. S'po të thëm 6 orë, as 4 orë, 1 orë bre vlla. As 1 orë, 1 gjysore, 20 faqe i lexon në ditës. 30 ditë, 600 faqe e lexon Kur'anin. E i lexon shpalljet, mesazhet e Allahut të lartësuar që janë për krejt njerëzimin, mrekullia më e madhe e njerëzimit. Pse po privon vetveten tënde? Nëse të kanë ikë Ramazanat e kaluar dhe nuk e ke lexuar hala fjalën e Zotit. I ki both 20, 30, 40 vjet, 50 vjet, hala se ke lexuar fjalën e Zotit. Çka e ka pret? Deri kur ti në varr, u kryej mo. Ata tjerë që ta mujnë me ta lexuar në sure, ato sure nuk i dëgjon ti mo, nuk të bojnë mo dobi. Që tash është Kurani për gjallët, që tash mi lexu. Që me na bo dobi në këtë botë dhe të na vjen në ditën e gjykimit të ndërmjetësoj për neve.
E pse mi lezu? Pse mi lezu Kur'anin? Nga sa Allah i lartësuar thot, ja ju nas, o njerëz, s'po thot o besimtar, o musliman, o ju njerëz, komplet njerëz, bardhzi. Çfarë do nështetësie i takoni? Çfarë do komësie që keni? Ja ju nas, qad ja'akum maw'izatun min rabbikum. Ju ka ardhur një këshill prej Zotit juaj. Këshill. Allah i lartësuar po e quajnë këshill. Jo mesazh kërcënues. Këshill e këndshme, e butë. Wa shifa lima fi sudur, dhe shërim për zemrat e juaja, shërim për gjokset e juaja. Wa huda, dhe udhëzim. Wa rahma, dhe mëshirë lil mu'minin, për besimtarët. Pse Allah i lartësuar pi veçon besimtarët në fund? Se besimtarët janë ata që përfitojnë nga Zoti. E lexojnë Kur'anin si këshill, si shërim, si udhëzim dhe mëshirë për zemrat e tyre. Dhe në fund Allah i lartësuar thotë: Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Dhe vetëm me këta, me këtë mirësi, le të gëzohen besimtarët, nga se kjo është më e mirë nga ajo se çka e mbledhin me duart e tyre. Qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selamat dhe selavat të qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Allah zëndashtën, këto thirrje janë së pari për vetveten, pastaj edhe për juve, se në ditën e gjykimit kur njëri del ringjallët nga varri i tij dhe e sheh ato të merret e ditës së gjykimit, e kupton se ajo që ka mas shumë ti ka mujt mi shpëtu është ti nështrohesh dhe ti bindesh Allahut të lartësuar. Dhe Allah thot: "Walau anna li kulli nafsin zalamat ma fi al-ardi laftadat bih wa asarru an-nadamata lamma ra'u al-'adhab wa qudiya bainahum bil-qisti wa hum la yuzlamun." Thot Allahu, kuptimi i këtij ajeti madhështor. Ky mesazh që gjendet në Kur'an, në surën Yunus, në faqe 215, mund ta lexosh vet. Ktheu, lexoje. Allahu i lartësuar po përshkruan një skenë nga dita e gjykimit dhe thot: kur njeriu del në ditën e gjykimit dhe e sheh që ka falimentu, ju ky ka bind Allahut, si ju ka nështruar, nuk ka besu, se ka besu pejgamberin, se ka lexuar Kur'anin, ka mohu, apo kur del në ditën e gjykimit dhe ashat merret asaj dite, thot kish me pas qef me shpenzuar ka ka në tokë që shpëtoi nga dënimi i asaj dite. Dhe e mshef thot pendimin dhe keqardhjen pikëllimin e vet nga ajo çfarë ka humb dhe prej falimentimit të tij. Dhe Allah i lartësuar thot: "Wa qudiya bainahum bil qist." Mbaroj çështja e tyre, do të gjykohet ndaj tyre me drejtësi, wa hum la yuzlamun, nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. E çka shpëton? Ky ajet aty çush është? Është dy ajete para fjalës së Zotit që thot: "O njerëz, ju ka ardhur juve një këshill, shërim, mëshirë dhe udhëzim për besimtarët." Ky ajet është vetëm dy ajete që don me tregu Allahu i lartësuar, nëse don me shpëtu në ditë gjykimit, lexoje fjalën e Zotit, merre për udhëzim, nga se në të gjendet shërimi dhe mëshira prej Rabbul Alaminit. Dhe vllazën, në fund të fundit, Allah i lartësuar është ghani, është më i pastër. S'ka nevojë as për mua, as për ty, as për askën tjetër për krijesave. Është më i pastër, më i pavarur, është i mëvëtësishëm. S'ka nevojë as për melekët, as për njerëzit, as për xhinët, as për kërkëndëj. Është më absoluti. Në fund të fundit, çdo vepra të mira që ne i bëjmë, ne ja shohim hajrin. Nga sa Allah i lartësuar thotë: "Men amila salihan fali nafsi." Kush bën vepra të mira i ka për veti. Për veti. Allah i lartësuar çdo vepra të mira nuk thotë se kemi gjetë mirësinë vetëm në ditën e gjykimit. Nuk don pa drejt Allah i lartësuar. Kimë bë vepra të mira, i bindesh Allahut të lartësuar, edhe në jetën e kësaj bote kimë pas jetë të mirë. Allah i lartësuar nuk e thyen premtimin. Qysh e thyen njerëzit e mangët dhe të shkrejt. Allah i lartësuar kur të premton për diçka, çështja është e kryne. Ka marr fund ajo çështje. Thot Allah i lartësuar: "Men amila salihan", kush bën mirë. Agjërimi është një vepër e mirë, leximi i Kuranit është një vepër e mirë, falja e namazit është një vepër e mirë, shtrimi i iftarëve është një vepër e mirë, sadaka është vepër e mirë. Kush bën mirë, e kalon Allah i lartësuar të përgjithshme. Çfarë do vepra? Min dhakarin aw untha, qoftë mashkull apo femër. S'ka këtu privilegj. Mashkull, femër, bën vepra të mira, wa huwa mu'min, kjo kushti vetëm. Ai është besimtar. Beson Allah, beson në ditën e gjykimit, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Kena mi dhënë jetë të mirë, jetë të këndshme, jetë të lumtur. Lumturia vllazën nuk gjendet në para. Lumturia vllazën gjendet në bindje ndaj Allahut të lartësuar. Sa njeri ka parë por nuk ndihet i lumtur. Sa njeri është më i pastër. Madje vetë e deklarojnë që nuk po gjej lumturi. Zemra më ka ngushtuar, gjyksin e kam të ngushtë. Lumturia vllazën gjendet pavarësisht gjendjes materiale që e ki, në bindje ndaj Allahut të lartësuar, i kënaqur me atë që Zoti ka caktuar dhe i kënaqur me caktimet e Zotit dhe me atë çfarë ka ta obligu. Ky
Kjo është lumturia. Dhe ti jeton me një status shpirtëror të prehjes, të qetësisë. Je me një status mbretëror. Do këtë vetja që je më i pasur i botës. Dhe me të vërtetë je. Nga se Allah i lartësuar të ka begatuar më shumë se sa mbretër të mëparshëm. Allah i lartësuar me tregu që kjo jetë e mirë është për kuptim në jetën e kësaj bote, në vazhdim thot: "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Në ditën e gjykimit do të kenë shpërblimin në bazë të veprave të tyre që i kanë bërë më të mira. Çka i bie kjo? Ti i ke bërë 10 vepra të mira. Njërën e ke bërë në mënyrë perfekte. Allah i lartësuar aq bujar është saqë edhe këto 9 tjera ti shpërblen në bazë të asaj më të mirës që e ke vepruar. Andaj vllazën, le ti mbledhim forcat, le ta kërkojmë ndihmën e Allahut dhe të kthehemi tek Allahu i lartësuar që ta vazhdojmë agjërimin e Ramazanit dhe të kthehemi Zotit, pajtohemi me të. Nëse sot nuk pajtohemi në këtë muaj të mëshirës, kur do t'i kthehemi Zotit ta falim 5 kohë të namazit? Tash Allahu i lartësuar është ka të fton. Wallahu yad'u ila daris salam. Pra më thon dikush, o ka të fton një bamirës në gosni, në iftar. Ndjehesh keq, mja kthy ftesën dhe i bindesh. Para më tash më kon më i pasri. Çtohet keq ardha edhe më shumë. Se qysh thu, mja kthy ftesën, më ka ftuar, më ka privilegju. Allahu i lartësuar, Zoti i krejt botëve, po thot wallahu yad'u ila daris salam. Po të fton për në xhenet, në vendbanimin e paqes, wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dhe e udhëzon këtë doj në rrugën e drejtë. Andaj dëgjoje këtë thirrje dhe thuaj: o Allah, po të përgjigjna. O Allah, vetëm ndihmom se njetë e kumbo njetë me vendosmëri që të më rrinë në xhenet. Vetëm për krahem ashtu qysh ma ki mundsu ma agjeru, për krahem dhe jepem sukses që të anisi edhe faljen e namazit. Andaj vllazën, nëse deri tani nuk ke qenë namaz i rregull, ka mashtruar shejtani për x arsye. Fillo vlla me faljen e namazit dhe kërko falje për ato namazet që të kanë ikë. Nga se a e dini vllazën se ai që pendohet nga gjunaat është sikur se mos të kesh vepruar fare. Madje a dini se bujaria dhe mëshira e Allahut shkon edhe më shumë. Gjunaat e kalune ti fshin, le që ti fshin, ti shndron në vepra të mira. Ku po don Zot më të mirë? Nuk ka vallahi. Pra më ti ki bo gjunahe, ka mujt shejtani, epshi, dhe ti pendohesh për ato gjunahe, ti fal dhe ti shndron në vepra të mira. Ky është Zoti jon. Këtë Zot ne adhurojmë. E vërtetë është nuk e shohim në jetën e kësaj bote, po shumë shpresojmë që për këtë Zot që durojmë etje e uni, i bindemi Allahut, e sakrifikojmë nga pasuria jon për të, nga koha jon, jemi të bindur dhe shpresojmë që në ditën e gjykimit, atëherë kur të hyjmë në xhenet, do ta shohim fytyrën e tij fisnike. Elusim Allahun e lartësuar të na gëzoj dhe të dalim faqebardh në këtë botë dhe në botën tjetër. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Jepna Zot të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa aqimus salah.